Kur po punon për një temë kërkimore, duhet të kesh parasysh që duhet të kërkosh për literaturë në disa fusha. Në vazhdim, po bëj një trajtim të shkurtër për to. Kështu, është literatura teorike, e cila ka të bëjë me konceptet, përkufizimet dhe teoritë e përdorura në fushën tënde të hulumtimit. Rishikimi i literaturës teorike në fushën tënde kërkimore duhet të ndihmojë në përgjigjen e pyetjeve si: çfarë dihet për fushën në përgjithësi dhe për çështjen që të intereson në veçantë? Cilat janë konceptet që përdoren apo për të cilat debatohet? Cilat janë debatet apo polemikat teorike a metodologjike në këtë fushë? Cilat pyetje vazhdojnë të mbeten të hapura? Çfarë nuk është studiuar akoma? Këtu duhet të përmbledhen diskutimet, konceptet e teoritë që përdoren në fushën tënde të studimit dhe duhet të bëhet e qartë cilat prej tyre kanë zgjuar interesin tënd për kërkimin, studimin dhe skicimin e tij. Përpara se të vendosësh për një metodë specifike në punimin tënd, duhet të lexosh literaturën përkatëse metodologjike. Kështu për shembull, nëse kërkon të përdoresh grupet e fokusit për një studim cilësor, duhet të sigurosh një përmbledhje për situatën aktuale në kërkimin cilësor. Pastaj duhet të identifikosh publikime domethënëse për metodën që ti ke zgjedhur, duke mbështetur zgjedhjen tënde në shembuj domethënës të mëparshëm të gjetur në literaturën kërkimore. Kjo do të lejojë të zgjedhësh metodën tënde specifike pas një vlerësimi të alternativave ekzistuese. Gjithashtu, do të ndihmojë të i kalosh çështjet teknike të metodës apo të shmangësh problematikat të saj të përmendura në literaturë. Në këtë mënyrë, do të jesh në gjendje të tregosh pse dhe si e ke përdorur metodën e zgjedhur në studim. Mbi të gjitha, rishikimi i literaturës metodologjike do të ndihmojë të përgjigjesh pyetjeve: cilat janë format alternativa dhe diskutimet metodologjike? A ka mënyra kontradiktore të përdorimit të metodave, të cilat mund t'i marrësh si piknisje? Në vazhdim, duhet të rishikosh dhe të përmbledhësh kërkimin empirik që është realizuar në fushën tënde të kërkimit. Kjo të lejon të kontekstualizosh praktikën tënde dhe më vonë gjetjet e tua dhe t'i shohësh të dyja në perspektivë. Rishikimi i literaturës empirike në fushën tënde të interesit duhet të ndihmojë t'i përgjigjesh pyetjeve si: cilat janë metodat e përdorura dhe të debatuara, cilat janë rezultatet e gjetjeve kontradiktore të cilat mund t'i marrësh si piknisje. Dhe kur po lexon studime ekzistuese, është e rëndësishme të jesh në gjendje të vlerësosh ata në mënyrë kritike, si për metodat, ashtu dhe për rezultatet. Duhet të konsiderosh në veçantë sa janë arritur objektivat e studimit dhe sa punimi plotëson standarde metodologjike në mbledhjen dhe analizën e të dhënave. Dhe për të bërë një vlerësim kritik në literaturën që lexon, duhet të gjesh përgjigje në pyetjet si: a janë përcaktuar e shpjeguar qartë qëllimi e objektivat e studimit që studiuesit do të realizojnë? Cila është pyetja kërkimore e studimit? A e kanë integruar autorët një përmbledhje domethënëse teorike? Mbi perspektivë teorike është mbështetur studimi? Si është skicuar studimi? A përshtatet me pyetjet kërkimore që është formuluar? Çfarë forme kampionimi është aplikuar? A është e përshtatshme me qëllimin e studimit dhe pyetjet kërkimore? Cilat janë metodat për mbledhjen e të dhënave që janë përdorur, apo a janë marrë në konsiderat çështje etike, si marrja e pëlqimit apo mbrojtja e të dhënave? Dhe, a është e saurues ky prezantim për punimin tënd? Sigurisht që jo. Puna kërkimore ka plot çështje të tjera, por shpresoj që të paktën të jesh orientuar në procesin tënd të kërkimit e të leximit të literaturës, që të nevojitet për studimin tënd. Shpresoj të kesh pëlqyer prezantimin. Mund ta shpërndash, po deshte, mund të bësh edhe ndonjë koment apo pyetje. Këtu të kesh parasysh, të gjithë po mësojmë. Faleminderit që dënje deri në fund të këtij prezantimi dhe të uroj mbarësi në punën tënde kërkimore.